Mjeku çudit botën, uthulla e mollës trajton këto 4 probleme, ja kush duhet ta përdor menjëherë. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjnë një faktor pengues për përfitimet e vlerave të këtij produkti, po pavarësisht nga aroma dhe shija e saj, uthulla e mollës përshkruhet si një burim i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi tregojnë se përdorimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietës suaj mund të sjellë shumë përfitime të mira për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por si mund ta përdorni uthullën e mollës për të marrë vlerat e saj? Sipas Eating Well në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i saj. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën e fytit. Për pasojë ajo nuk rekomandohet që të konsumohet direkt nga shishja, por gjithmonë duhet të tretet në ujë përpara përdorimit. Ekspertët thonë se uthulla e mollës duhet të tretet jo më shumë se 1 deri në 2 lugë gjedhe në një gotë me ujë dhe të konsumohet jo më shumë se kjo sasi gjatë ditës. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni në vazhdimsi të tij uthull molle? Do të keni më pak probleme me stomakun. Përfitimet që merrni nga uthulla e mollës do të jenë të larmishme dhe të fuqishme në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Uthulla e mollës do të ofrojë fibra që do të mbrojnë shtresat tuaja të stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla e mollës do të përshkruhet si një ushqyese mjaft e mirë e vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja do të luajë një rol fantastik edhe në rregullimin e pH-it të trupit. Uthulla e mollës do të ndihmojë në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht të lëkurës dhe flokut tuaj. Ju mund ta aplikoni atë edhe në flok për të marrë të mirat e mundshme. Uthulla e mollës është një produkt fantastik në luftën kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një risk i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës do të përbëjë një faktor pengues dhe krijues mbrojtës për organizmin në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdorime të tilla të uthullës së mollës mund të jenë një përzgjedhje fantastike për shëndetin. Uthulla e mollës gjithashtu është një stabilizuese shumë e mirë e niveleve të sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se përdorimi i uthullës së mollës në dietën tuaj mund të përkthehet në një stabilizuese funksionale edhe për nivelet e sheqerit pas ushqimit. Shtimi i uthullës së mollës në menunën tuaj ditore do të largojë gjithashtu edhe toksinat që i kanosen organizmit tuaj. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton që të tretet në ujë 1 lugë gjedhe uthull molle dhe të pihet rregullisht në dietën tuaj. Ajo do të rregullojë gjithashtu edhe kilogramat e tepërt në trupin tuaj. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ndaj përdorimet të tilla të uthullës së mollës do të përbëjnë një faktor ndihmës shëndetësor për organizmin dhe shëndetin tuaj në tërësi. Uthulla e mollës do të jetë një stabilizuese e dëshirës për të ngrënë ushqime të shpejta dhe gjithashtu edhe për të evituar kaloritë e tepërta në trupin tuaj duke ju mbajtur të ngopur për më gjatë. Ndaj, përdorimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietës suaj mund të ndihmojë në evitimin e kilogramëve të tepërt dhe jo vetëm, citon Step to Health. Uthulla e mollës është e prodhuar nga molla e grimcuar dhe e fermentuar, sheqeri, majaja dhe gjithashtu një përbërës kryesor që mund të ofrojë një mbrojtje të mirë të shëndetit. Mirëpo, uthulla e mollës njihet edhe si një recetë e mirë shtëpiake në lehtësimin e një sër komplikacionesh dhe sjelljen e rezultateve të mira pozitive në dobi të shëndetit dhe jo vetëm. Uthulla e mollës do të ndikojë pozitivisht në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i uthullës së mollës.
Uthulla e mollës është e pasur me element të rëndësishëm për organizmin. Përbërësi kryesor aktiv të uthulla e mollës është acidi acetik, i cili e pasaj aromën e fuqishme. Studiuesit nxjerrin në pas se ky acid është përgjegjës gjithashtu për përfitimet të mëdha shëndetësore që ka edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, përdorimet të tilla të uthullës së mollës do të përbëjnë në një faktor të mirë ndihmues për organizmin dhe lehtësimin e shqetësimeve që ai kanosen. Uthulla e mollës do të mbajë larg bakteriet e dëmshme. Uthulla e mollës ndihmon në largimin e patogjenëve të dëmshëm dhe disa lloje të bakterieve të organizmit tuaj. Ndaj shtimi i saj në dietën tuaj mund të mbajë larg edhe problemet e Escherichia-kolit. Ajo ndihmon në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit pas konsumit të ushqimeve. Uthulla e mollës mund të jetë një stabilizuese shumë e mirë e situatës tuaje përkatëse, sidomos nëse keni luhatje të theksuara të sheqerit pas ushqimit, por kjo nuk do të thotë se ju duhet të hiqni dorë nga medikamentet edhe të përdorni vetëm uthullën e mollës. Uthulla e mollës do të ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt edhe rritjen e përfitimeve tuaja tretëse. Ullëntimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes, përfundimisht mund të bëjë që qarkullimi i gjakut të jetë më i shëndetshëm dhe personat të konsumojnë më pak kalori gjatë ditës. Sipas një rishikimi, ata persona që përdorën uthull molle në vaktet e tyre raportuan më pak ushqime të ngrëna gjatë dietës. Rreth 120 minuta qëndruan më të ngopur se personat që nuk e përdorën uthullën e mollës. Uthulla e mollës duhet të përdoret me kujdes në rast se keni stomak të ndjeshëm dhe duhet të pihet jo më shumë se 1 deri në 2 lugë çaj uthull molle të tretur në një gotë me ujë gjatë ditës. Uthulla e mollës gjithashtu është një fuqizuese shumë e mirë e shëndetit kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës në të gjitha vendet e botës, të cilat mund të reduktohen ndjeshëm me përdorimin e uthullës së mollës dhe përfitimeve mbreslëndse që ajo ofron. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të triglicerideve, lipoproteinave me dëndësi të ulët dhe lipoproteinave me dëndësi të lartë sipas një vlerësimi të ullëntimeve të vitit 2020. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një faktor kryesor edhe në përmirësimin e shëndetit të lëkurës dhe jo vetëm. Uthulla e mollës mund të përdoret si një trajtim tipik për problemet e lëkurës dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e saj. Përdorimi me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja do ta bëjë lëkurën të duket më e shëndetshme dhe të ketë më pak probleme me ekzemat. Aplikimi i olluar i uthullës së mollës mund të ndihmojë në rivendosjen e ekuilibrave të pahashit të lëkurës, të forcojë barierën që e mbron atë dhe të mbajë larg komplikacionet. Për më tepër, pastruesit alkalin të sapunrave mund të përkeqësojnë ekzemat në lëkurën tuaj, ndërsa aplikimi i uthullës së mollës mund të jetë një faktor shumë i mirë ushqyes për shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Sigurohuni ta përdorni me kujdes në përditshmërinë tuaj dhe ndikimet që do të keni do të jenë të menjëhershme dhe të shumë fishta. Uthulla e mollës, nëse përdoret e tretur në ujë, do të ofrojë përfitime të larta për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vlerat shëndetësore të uthullës së mollës së egër janë shumë të çmuara. Kjo pasi është pajisur me vitamina të shëndetshme, me pektin, gjithashtu edhe me elemente lartë ushqyes dhe minerale të rëndësishme për organizmin. Disa nga vlerat më të mira janë edhe ato për humbjen e peshës, reduktimin gjithashtu të problemeve të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të organizmit. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë për detoksifikimin e trupit. Është një nga agjentët më të fuqishëm detoksifikues që ndihmon për të pasur një sistem tretës më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Kështu do të ndihmojë në reduktimin e këtyre komplikacioneve dhe do të rrisë shëndetin tuaj. Do të mbajë larg problemet e kolesterolit të lartë. Pektina, prezente dhe aminoacidet e uthulla e mollës mund të ndihmojnë në neutralizimin e niveleve të larta të kolesterolit dhe përmirësim të dukshëm të organizmit tuaj, që mund të jetë një mburojë e çmuar ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij.
Uthulla e mollës do të përmirësojë shëndetin e lëkurës. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.